dashur, të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra. Jemi në muajin Rabiul Awwal, muaj prej muajve të kalendarit hënor, i cili ka një datë të veçantë, sepse në këtë muaj përkujtohet datëlindja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në këtë muaj përkujtohet ardhja e më të dashurit të Allahut në tokë. Në këtë muaj përkujtohet shpallja madhështore që Allahu xhelle shanuhu zgjodhi për mbar njerëzimin, Kur'anin famëlart, dhe përkujtohet kontakti i fundit i një profeti me shpallje të drejt për drejt nga ana e Allahu xhelle shanuhu, sepse profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ishte khatamul anbiya'i wal mursalin, vula e të gjithë profetëve. Daton me 12 Rabiul Awwal, që ka qenë dita e djeshme, pikërisht dita ku ka ardhur në jetë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe të përkujtojmë fjalët madhështore që janë shënuar në historinë njerëzore të nënës së tij, Amines, e cila tha në momentin që lindi biri im, kam parë që një dritë e madhe në horizont do të shkëlqej. E shumë mrekulli të tjera që ajo i përjetoi gjatë shtatzanisë me birin e saj dhe profetin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam. Por si çdo vit, të dashur besimtar, në këtë kohë shohim që midis muslimanëve bëhet debati i përvitshëm, a lejohet apo a nuk lejohet të përkujtohet datëlindja e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, ajo që në traditën tonë muslimane njihet si përkujtimi i Mevludit, Maulud, pra që do të thotë lindja e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Patjetër që kur shikohen debate të kësaj natyre në botën islame, nëse do të shikosh me syrin objektiv të dyja palët debatuse, që një e përkujton dhe e lejon dhe tjetra e ndalon duke e quajtur si një risi dhe shpikje në fe, në realitet nga të dy anët nuk ka asnjë qëllim dashakeq mbi këtë fe të Allahut xhelle shanuhu. Një anë është e cila e mbron me të madhe, me xhelozi të madhe, biles mund të themi, që feja mos të keq përdoret dhe të orientohen njerëzit në rrugë të gabuara, të paligjëruar nga Kur'ani dhe nga vetë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, apo edhe nga vetë sahabët dhe brezat e mëvonshëm, të cilët pra në mënyrë të drejt për drejt që mbrohet nga ky mendim, nuk kanë festuar diçka që quhet Mevlud. Ndërkohë, edhe ana tjetër, e cila me përkujtimin e lindjes së profetit Muhammed alayhi salatu wassalam nuk ka qëllim tjetër vetëm se të përkujtohet jeta e Muhammedit alayhi salatu wassalam, të përkujtohet me detaje sieri i tij, historia e tij, jeta e tij, detajet nga jeta e tij, që në këtë formë në zemrat e besimtarve të rrënjoset dashuria për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pa diskutim që më të drejt mund të pyesim, po mirë, a vetëm një ditë ne do ta kujtojmë profetin alaihi salatu wassalam, apo vetëm një muaj do ta kujtojmë profetin alaihi salatu wassalam?
Dhe pa diskutim mund të themi që të përkujtosh profetin alayhi salatu wassalam është një obligim për gjithsecilin prej nesh që ta përkujtojmë atë çdo ditë me salavatet që dërgojmë tek ai. Por patjetër që si qenie njerëzore ne kemi ulje ngritje tona, kemi nevojë për motivime dhe po të shohim dhe në ligjin e Allahu xhalleshanu ku her pas here dallon kohë të caktuara prej kohëve të tjera, siç është Ramazani, siç është dhe ditët e Dhulhijhes, siç është dita e Ashures e të tjera gjëra të kësaj natyre që përkujtohet njeriu të shikojë që në një kohë të veçantë ka mundësi që të afrohet më së shumti me Allahun xhalleshanu. Dhe patjetër që gjatë historisë çështja e Mevludit edhe në trojet tona duhet parë edhe me syrin kritik në fakt, në këndvështrimin aq sa mund të gjykojmë, sepse patjetër me këtë term ka pasur edhe keqkuptime të shumta nga mënyra se si kjo më pas është sjellur në praktik që do të gjykoja që nuk është e drejtë. Dhe do të shohësh që në vende të shumta të muslimanëve në trojet tona shqiptar, Mevludi ka filluar më pas edhe të festohet në gjëra të cilat nuk duhet festuar. Për shembull, kemi Mevlud si traditë në popullin ton që ka ngelur kur përkujtohen të vdekurit. Në 40-ta, në 52-neta, dikush bën një shtëpi dhe thot do këndoj Mevlud. Dikush tjetër bën diçka tjetër dhe thot do të përkujtoj Mevlud. Pra vetë termi Maulud, lindja e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, nuk korespondon edhe në logjik me këto festa që në disa zona kjo më pas është kthyer në një traditë të pandashme për popullin. Por ama edhe këtu duhet të kemi kujdes, siç edhe është trajtuar edhe nga njerëz të mençur o xhallar të vendit ton, ku populli jon duke qenë se ka kaluar një periudhë të vështirë kur është ndaluar feja, edhe me ligj biles kur nuk lejohej askush që të praktikonte fen Allahu xhalleshanuhu, në fakt këto përkujtime ky Mevlud ka qenë si një pishtar i ndezur diku atje në një errësirë të madhe që sadopak e mbante gjallë Islamin pikërisht në këto troje tona, në të paraardhësve tanë, o xhallarëve të vjetër të paraardhësve tanë, të cilët edhe patjetër mbi këtë çështje kanë shkruar e kanë lavdëruar profetin alayhi salatu wassalam, siç janë dietarë si Hafiz Aliul Qinaku që ka shkruar edhe Mevludin e famshëm, apo Hafiz Ibrahim Dalliu e shumë të tjerë, të cilët në vetvete me shkrimet e tyre në kohën e tyre dedikuar poezi profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, mbanin gjallë në zemrat e besimtarve dashurinë për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe patjetër, siç thotë vetë profeti alayhi salatu wasalam, li kulli maqam maqal, sipas vendit bëhet kuvendi, do të thoshim me bindje që pikërisht në këtë muaj Rabiul Awwal është pikërisht muaj ku më së shumti duhet folur për jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku gjithsecili prej nesh si besimtar ta rilidhe edhe një herë fort zemrën e tij, ta shtoj dashurinë në zemrën e tij për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se sa të bëhen debate të kësaj natyre lejohet apo nuk lejohet, dhe në fund fare shohim që më shumë sulmohen muslimanët me njëri tjetrin se sa të flasin mbi jetën e bekuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ku shkurtimisht dua të ndahem në 4 pika thelbësore që edhe ne ta përkujtojmë këtë ardhje të madhe të profetit alayhi salatu wassalam midis nesh, ku duhet kemi të qartë që me ardhjen e profetit alayhi salatu wassalam do të ndryshojë rrjedha e historisë njerëzore, jo vetëm e gadishullit arabik,
po e të gjithë historisë njerëzore dhe të gjithë jemi koshient që nëse flasim sot nga ky minber, nga kjo pozitë gjeografike ku ne ndodhemi sot, është pikërisht fal këtij mesazhi të madh që erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku elhamdulillah me mëshirën e madhe të Allahu xhaleshanuhu na ka përfshirë edhe ne të udhëzohemi me këtë islam, duke falendëruar Allahun xhaleshanuhu pa mas, sepse gjeografikisht jemi shumë larg vendit ku ai lindi. Por ama profeti alayhi salatu wassalam me mesazhin thelbësor që erdhi përmbar njerëzimin, ishte mesazhi i drejt për drejt i ardhur nga Allahu xhaleshanuhu, e konsideruar si shpallja e parë e Kur'anit famëlar, që është ajetet e para të surës Alaq, ku Allahu urdhëroi profetin alayhi salatu wassalam në shpellën Hira, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Ju drejtua Gjibrili a.s. me shpallin e Allahu xhaleshanu profetit a.s. dhe i tha, lexo me emrin e Zotit tënd. Lexo me emrin e Zotit tënd. Por ne e dim që Muhamedi a.s. ishte ummi, një njeri që nuk dinte shkrim dhe këndim. E çfarë të lexonte Muhamedi alayhi salatu vesselam. Ndërkohë, në 5 ajetet e para të shpalljes së parë të surës Alaq, Allahu ka urdhëruar 2 herë me urdhrin lexo, sepse urdhri i parë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq është një urdhër i drejt për drejt nga ana Allahu xhaleshanu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe vetë arsyeja pse ai ishte në shpellën Hira, sepse ishte një pozitë të lartë, ku ai shikonte horizontet, ku ai meditonte, ku ai arriti ta gjente Allahun xhaleshanu me anë të meditimit, dhe leximi i parë në këto 5 ajete është pikërisht ky mesazh, që të lexoj besimtari musliman që e beson Allahun xhaleshanu, ti studioj mirë ligjet e kësaj dynjaje, ti lexoj mirë ligjet e universit, ti lexoj mirë ligjet se si funksionon bota, të bëhet ai pari, të bëhet ai cili punon për atër të Allahu xhaleshanuhu, dhe vetëm kështu ai mund të ketë sukses më pas në vendosjen e rregullit në jetën e kësaj bote. E kur ishim ne si musliman në shekullin e artë, e në shekujt e artë thonë më ndryshe, që nga profeti alayhi salatu vesselam e deri tek perandoria Osmane e fundit, kur besimtarët ishin shumë të dhënë mbas leximit, ku ishin shumë të lidhur mbas Kur'anit, ku ishin shumë të lidhur me dashurinë ndaj profetit alayhi salatu vesselam, bota ishte në udhëheqjen e muslimanëve. E kur muslimanët u larguan nga thelbi i asaj çfarë shpalli Allahu xhaleshanu, leximi, dhe u larguan me të madhe duke u marrë me gjëra të parëndësishme, me debate të kota, atëherë shohim që sot bota nuk është në udhëheqjen e muslimanëve. Ndërkohë që leximi i dytë të dashur besimtar që Allahu i shpalli profetit alayhi salatu vesselam në 5 ajetet e para, Iqra wa rabbukal akram, lexo o Muhammed se Zoti jot është më bujari, dietarët thonë se ky lexim i dytë është urdhër i drejt për drejt i leximit të Kur'anit famëlar, një libër i cili pikërisht arriti të përgatisë gjenerata kaq të lartësuara shpirtërisht dhe kaq të lartësuar edhe nga aspekti intelektual, teknologjik e shumë gjëra të tjera me anë të së cilave muslimanët pra arritën në skajet më të largëta të botës. Profeti alayhi salatu vesselam arriti që të ketë ndikimin drejt për së drejti tek zemrat e njerëzve, sepse me shpalljen e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam vendosi drejtësi në tokë. Ai vendosi meritokraci në tokë. Tashmë nuk kishte dallim midis arabit apo jo arabit, midis të bardhit apo jo të bardhit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të vendoste meritokracinë si një prej gjërave thelbësore që e lartësoi shoqërinë.
nuk ishte një mik apo kam shok apo kam të afërt dhe të arri në pozita të larta. Jo, ai që e meriton, ai që ka studiuar, ai që është i talentuar, ai që është lodhur dhe munduar në vitet e tij shkollore, ai meriton të jetë lart dhe më lart për ta udhëhequr shoqërinë. Edhe ky është mesazhi thelbësor për çdo vend dhe çdo shoqëri, që nëse ne nuk do t'i japim njerëzve të drejtën dhe meritokracinë e tyre, nuk kemi për të përparuar kurrë edhe ne si shoqëri. Ka një fakt interesant në atë çfarë i shpalli Allahu xhaleshanuhu profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Xhibrili i shkon Muhammedit alaihi salatu wassalam dhe i thot: "O Muhammed, Allahu të fton, a don të jesh profet mbret, apo don të jesh profet rob?" Muhammedi sallallahu alaihi wasallam zgjodhi të jetë profet rob dhe jo mbret. Sepse të dashur besimtar, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me të gjithë jetën e tij e përgatiti dhe na ka këshilluar që të përgatitemi shpirtërisht, mendërisht, gjithë secili prej nesh, që kjo jetë është kalimtare. Kjo jetë është kalimtare, ka pasur mbretër e faraon kjo dynja, por në fund fare të gjithë janë kalimtarë. Dhe ka një transmetim interesant, në kohën e Nuhut alayhi salam, e dim që kanë jetuar shumë gjatë, vetëm Nuhu transmetohet në Kur'an që 950 vite ka bërë profetësi duke i ftuar njerëzit në fenë e Allahu xhaleshanuhu, dhe në një moment ka takuar një grua të moshuar, e cila po përpiqej të ndërtonte një kasole të vogël për të siguruar shtëpinë e saj në kushte shumë të thjeshta. Dhe transmetohet që Nuhu alayhis salam i ka thënë kësaj plake: "O nëni, thot, a e din, thot, që do të vi një kohë kur do të ketë një popull i cili do të ndërtoj kështjella, do të ndërtoj gradacela, do të ndërtoj fortifikata të mëdha, dhe në fakt jetëgjatësia e tyre nuk do të jetë më shumë se 65 vite. Drejt për së drejti për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vetë i dashuri jon alayhi salatu wasalam vdiqi 63 vjeç dhe u largua nga kjo botë. Dhe tha, do të ketë një popull që edhe pse do të jetoj kaq pak, ata do të ndërtojnë ndërtesa shumë të fuqishme që do të mjaftonin për të jetuar në ato ndërtesa me qindra dhe me mijëra vite. Dhe po ja thot këtë një plake e cila mund të ishte me qindra vite e moshuar dhe e cila po ndërtonte thjesht një shtëpi, një kasole prej kashte, diçka shumë kalimtare. Dhe përgjigja e plakës është mahnitëse. Dhe ajo tha: "Si kur të ma bënte Allahu risk që unë të jetoja në atë kohë, 60 apo 65 vite, unë 60 apo 65 vite do t'i kaloja vetëm me kokën në seçde." Do t'i kaloja vetëm me kokën në seçde. Se këtë po e thot dikush që është qindra vite e moshuar. Ndërkohë, ne edhe pse kemi të qartë jetë gjatësinë tonë, gjithse cili mund të bëjë llogarinë me jetën e profetit alayhi salatu wassalam, se sa i ka mbetur për t'i mbushur 63 vjeç, ndërkohë kur shohim ne sot vdiqëri 70 vjeç, vdiqëri 75 vjeç, kemi humbur edhe sensin e moshës tashmë, sepse po lidhemi fort me këtë dynja, duke u shtrënguar fort me dhëmballët tona mbi këtë jetë, mbi kënaqësitë e kësaj jete, dhe po harrojmë që jemi kalimtar dhe do të vdesim, dhe pikërisht të qenurit kalimtar
dhe duke mbajtur mendjen vazhdimisht tek vdekja që mund na gjejë në çdo moment, kështu edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e jetoi vetë jetën e tij dhe kështu ai edhe i edukoi sahabët e tij. Dhe kur sahabët shkonin në ekspedit lufte, kur kishin armikun përballë, arsyeja e vetme pse triumfonin, edhe pse ishin më të pak në numër, kaqë numri të madh të kundërshtarëve, ishte fjala e madhe e profetit alayhi salatu wassalam që këta shokët e mi shkojnë në luftë me dëshirën e madhe për të rënë shahid. Pra, synimi i tyre ishin të kalonin në botën e përtejme me një gradë të lartë, duke sakrifikuar veten e tyre në rrugën e Allahut xhelleshanuhu, që të fitonin kënaqësinë e Zotit xhelleshanuhu. Ndërkohë ne, alhamdulillah, ndoshta si kemi ato sprova aq të mëdha sa i kanë pasur sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, por edhe kur kemi mundësi që të punojmë për çështje që ne do të na shërbejnë për të fituar grada dhe kënaqësinë e Allahut xhelleshanuhu në botën e përtejme, shohim që për neve fatkeqësisht është më e dashur dynjaja se sa ahireti. Dhe kështu, për ta mbyllur me një hadith të fundit profetit alayhi salatu wassalam, duhet që ta përkujtojmë jetën e tij të dashur besimtar, të lexojmë jetën e tij të dashur besimtar. Jeta e tij, vetë ai si personalitet duhet të jetë më i dashur për ne se çdo gjë tjetër. Tha profeti alayhi salatu wassalam: la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasu ajma'in. Askush prej jush nuk ka për të besuar plotësisht derisa unë të jem më i dashur për atë se sa prindi i tij, fëmijët e tij dhe të gjithë njerëzit bashk. Nuk keni për të arritur besimin e lartë që duhet arritur derisa i dashur për ne, më i dashur për ne të jetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe ti kur e don dikë, përpiqesh që atë ta marrësh shembull në jetën tënde. Dhe nëse do ta marrim shembull Muhammedin alayhi salatu wassalam në çdo detaj të jetës tonë, qoftë edhe tek veshja, qoftë edhe tek ecja, qoftë edhe tek të folurit, qoftë edhe tek marrëdhënia me njerëzit, dhe ti e bën çdo gjë për t'i përngjarë profetit alayhi salatu wassalam, do të arrim kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut xhelleshanuhu. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Thuaj Muhammed gjithë besimtarve, nëse ju pretendoni, pra nëse ju e doni Allahun, ndiqeni Muhammedin alayhi salatu wassalam, sepse kështu ka për t'ju dashur edhe ju Allahu. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dhe jo vetëm që ka për t'ju dashur, por në momentin që do t'ju doj, ka për t'ju falur gjunahet e juaja, sepse ai është gjithfalës dhe mëshirues i madh. Allahu xhelleshanuhu na bëf prej tyre që zemra gëlon me dashurinë e profetit alayhi salatu wassalam, na bëf prej tyre që jetojmë jetën në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe çojmë të gjithë së bashku salavate mbi profetin alayhi salatu wassalam në këtë ditë xumaje. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.